Pajisjet të reja mjekësore, krevate, karike dhe ambiente të rinovuara tashmë janë në funksion në klinikën universitare për sëmundje të fëmijëve. Për ta parë nga afër përfundimin e 11 projekteve infrastrukturore dhe mjekësore, shkoi kryeministri Hristijan Mickoski dhe ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, të cilët i priti drejtori i klinikës Recep Mehmeti. Vlera totale e këtyre 11 projekteve të zbatuara është afërsisht 40 milion denarë, nga të cilat 7.6 milion denar janë donacione të pajisjeve mjekësore. Këto rezultate nuk do të ishin të mundura pa mbështetjen e qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit të Shëndetësisë, Departamentit të Pediatrisë, ekipeve mjekësore dhe ekipit të administratës. Ministri i Shëndetësisë Aliu u zotua se do të punohet në 3 shtylla të shëndetësisë. Shtylla e parë është infrastruktura, nuk kupton drejtori veç e ka bërë këtë dhe ka rinovuar brenda. Shtylla e dytë është teknologjitë të cilët lidhen me shërbimin e doktorëve dhe shtylla e tretë është mjekët të cilët janë specialistë, po gjithashtu edhe investohet në edukimin e tyre. Kryeministri Mickoski u shpreh i kënaqur që u bë shumë punë me pak para. Ова што е со малку пари направено, а изгледа многу, навистина заслужува пофалби и јас можам само уште еднашка да изразам моја огромна благодарност за тоа што се грижат за овој објект, бидејќи овој објект треба да се грижи за здравјето на нашите најмлади, а тоа е дечињата. Klinika për sëmundjet e fëmijëve ka pastruar më shumë se 40 ton mbeturina, orendi të vjetra, pajisje elektronike dhe inventar mjekësor të dalë jashtë funksionit.